Mirë mbrëma shikues të nderuar, jemi në emisionin Zëri Politik ku sonte kam të ftuar antarin e kryesisë lëvizjes vetëvendosje në Kosovë, zotin Belzim Kamberi. Zoti Belzim Kamberi, mirë mbrëma dhe mirë sera. Mirë mbrëma, mirë se gjej. Zoti Kamberi, na thoni fillimisht ju një kohë shumë e shkurtë ju jeni antarësuar në lëvizjen vetëvendosje. Na thoni çka ju shtyri të antarësoni në lëvizje? Mirë, me historia ime personale, do thotë, para të organizatës jo qeveritare që unë drejtoj që sa vite, në përshembje 19 vjetë Këshilli Drejtave të Njerit, me lëvizjen vetëvendosje ka një sinergji, mund të them edhe një bashkëpunim të gjatë, i cili për ata që kanë qenë pak më në njohësit më të madhe të rrethanave, faktikisht na ka një kohë të gjatë që bashkëpunojmë me lëvizjen vetëvendosje, kështu që ka qenë krejtësisht, nuk mendoj që kjo është e palogjikshme dhe aderimi në këtë organizatë politike, duke pas parasysh se jo vetëm që unë e njihem personalisht shumë kohë gjatë me krerët edhe domethënë me përfaqësuesit kryesor të lëvizjes vetëvendosje në Kosovë, por ajo që është më e rëndësishme përveç atij aspektit personal, i cili është dytësor, mendoj që është ajo që unë personalisht, por edhe shumë bashkëpunëtorë të mi këtu, kemi ndarë mendimet politike, kemi qenë bashkëmendimtar politik dhe kemi shikuar me shumë simpati këtë organizatë politike dhe veprimet e tyre, diskurset e tyre disa vjeçare. Dhe në këtë kuptim, unë domethënë në fillim të muajit prill kam pasur një takim do thotë me përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, ku kam paraqitur dëshirën e tyre që unë bëhem pjesë edhe zyrtare të lëvizjes vetëvendosje, dhe unë e kam pranuar atë pas një kohe dhe me 13 prill 2014, do thotë në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm pra të lëvizjes vetëvendosje, me pjesëmarrjen e rreth 180 delegatëve të lëvizjes vetëvendosje dhe me një shëmicë pothuajse dërmuese, unë jam zgjedhur antar i kryesisë të lëvizjes vetëvendosje. Ku përmendete zgjedhja antarës së kryesisë, në çfarë procedure ju jeni zgjedhur? Kur e dim se ju a thatë pak më herët se jeni antar, ju ka bashkuar shumë mendime edhe më herët edhe veprimi juaj politik që keni ushtruar edhe që keni udhëheq organizatën, po si erdhët të zgjidhja me atë procedurë ka shpejt ju të arrini të hyni në kryesi? Pa ato që duhet spare të qartësoj për shikuesit është që lëvizja vetëvendosje është vetëm organizatë politike në hapësirat shqiptare që me statut partijës në kuadër të kryesisë, domethënë të lëvizjes vetëvendosje, parashihet që të janë nga një antar nga Lugina Preshevës, Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, domethënë nga gjitha trojet shqiptare është vetëm organizatë politike, do thotë që ka parapar që në kuadër kryesisë saj të ketë ka një përfaqësues në gjitha vendet shqiptare të rajonit. Dhe unë mendoj që kjo është pozitive në aspekt të një integrimi të gjithë shqiptar, sepse po ne vazhdimisht flasim për integrime brenda shqiptare dhe gjithë shqiptare në rajon, ndërkaq që integrimet realisht nuk funksionojnë brenda vetë organizatave politike. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje në këtë kuptim e ka edhe këtë veçori, sepse në këtë kuptim ajo e integron Luginën e Preshevës në kuadër të organizatës vetë politike, pra jo vetëm në kuadër të bashkëpunimit horizontal midis Kosovës dhe Luginës Preshevës, por edhe vetë brenda strukturës së saj. Edhe në këtë drejtim ata më kanë ofruar mundësinë faktikisht dhe dëshirën e tyre që unë të bëhem pjesë e tyre, ndërsa sa i përket aspektit procedural, natyrisht ajo ka qenë krejtësisht përputhje me statutin, me propozim të kryesisë partijës, unë jam propozuar. Domethënë që të zgjidhem antar i kryesisë. Edhe kandidat tjera, po veç ju keni qenë i propozuar? Ja, kemi qenë 2 kandidat për të antarësuar në kryesinë e lëvizjes vetëvendosje në seancën e 13 prillit 2014, kam qenë unë dhe ka qenë profesori Elvis Hoxha nga Tirana, dhe pasi jemi antarësuar në lëvizjen vetëvendosje dhe jemi bërë pjesë e Këshillit Përgjithshëm, përkatësisht të ne që është njihën kuvendit i partijës, lëvizja vetëvendosje e emërton Këshilli Përgjithshëm, atëherë ne me votat të fshehta, nga pra rreth 180 delegat që kanë qenë pranishëm, pra kishte një kvorum me shumicë absolute, pak a shumë, kanë votuar, domethënë, për antarësimin tim në kryesinë e lëvizjes vetëvendosje dhe të Elvis Hoxhës. Pra jemi votuar me rreth 180 delegat të lëvizjes vetëvendosje, edhe unë dhe zoti Hoxha ditën për këtë. Jo dhe zoti Hoxha sa delegat ju kanë votuar? Sigurisht edhe shikues doin të dinë se kur e dim se këto
këtu të ne zgjidhen edhe me 20 vota, po me sa vota ju një zgjidhë në antari kryesisë? A i thonë drejt, unë saktësisht nuk e di tash, po e di që jam votuar me dikun mbi 120 vota ose mbi 150 vota prej 160 a 170 pranishëm që kanë qenë. Atëri ju dëshirojmë sukses në subjektin që jeni antarësuar dhe shpresojmë se edhe do të japni një kontribut të madh edhe për luginën e Preshevës. Faleminderit. Po ndashta ndërlidhen, po ndashta vjen koha më vonë. Sigurisht do të bisedojmë. Se ajo që është më rëndësi, mendoj që nuk është vetëm përfaqësimi gjeografik i përfaqësuesve politik të lëvizjes vendvendosje. Sepse unë mendoj që edhe lëvizja vendvendosje ka dëshmuar deri tani që nuk është më rëndësi prejardhja gjeografike si cilit antar, sepse ne aty natyrisht kemi përfaqësues nga Prizreni, nga gjitha vendet e Kosovës, por edhe jashtë Kosovës, siç e dini, sepse në Këshillin e Përditshëm ajo që është më rëndësi nuk janë vetëm njerëz nga Presheva, nga Shqipëria, kemi edhe shtetas të huaj, kemi edhe skocez, kemi edhe shtetas të huaj që janë pjesë të Këshillit të Përditshëm edhe të kryesisë së lëvizjes vendvendosje, sepse unë mendoj që ajo që është më qendrore dhe më jetike që lëvizja vendvendosje të trajtojë çështjen e luginës Preshevës, pavarësisht se është Belzim Kambere, Isuf Mehmeti, kush do të qoftë nesër pjesë e strukturave të saj. Domethënë lëvizja si lëvizje, subjekti si subjekt e ka trajtuar luginën e Preshevës ndoshta më shumë se çdo subjekt tjetër politik, pa pasur nevojë që të ketë ndonjë inkurajim, ta themi kështu, ndonjë presion nga vetë preshevarët, ta quajmë kështu. Pra ata kanë dëshmuar deri tani se vetë e kanë pasur të vazhdimisht për kushtimin për luginën e Preshevës si subjekt politik dhe si orientim politik dhe programor të tyre. Dhe nuk ka qenë kjo vetëm fakti sepse unë apo dikush tjetër nga Presheva, Bjanosi dhe Medvegja mund të ketë afërsi apo bashkëpunim me ta. Dhe kjo është më rëndësi. Zoti Kamberi, ku jemi te objektivat e subjekteve, secili subjekt ka objektivat dhe planet dhe si do të qaset dhe si do të mbrojë interesat e shqiptarëve kudo që janë. Do dohet të dimë lëvizje vetëm cili është objektivi për shqiptarët e luginës së Preshevës, cili është plani, programi i këtij subjekti. Po, këtu unë e mora sonte me vete edhe alternativën qeverisë, këtu që është, domethënë, ajo që është më rëndësi që kjo alternativë qeverisë, po unë mendoj që shikues sigurisht janë të i përcjellë mediat kosovare gjatë këtyre ditëve, është që kjo alternativë qeverisë që përmban rreth 130 faqe, domethënë është jo vetëm shumë përmbajtësore, por ajo që është edhe më qendrore është përpiluar dhe hartuar në vitin e kaluar dhe unë mbasaj ftoj ata gjithë të interesuar që mund ta shkarkojnë edhe në internet në faqen elektronike të vetëvendosjes. Janë disa pika shumë jetike që do thotë janë edhe kërkesa të vazhdueshme përfaqësuesve politik, qytetarëve të shoqërisë, të luginës Preshevës në raport me Kosovën. Dhe një që është unë mendoj dashka do të kemi rast të shqellojmë edhe më vonë, po ajo që është më e rëndësishme është që lëvizja vetëvendosje vazhdimisht, po edhe tash insiston në reciprocitet të plot në mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë kuptim edhe në raport me të drejtat e serbëve të Kosovës, në raport me të drejtat e shqiptarëve të Serbisë. Bile unë kisha cituar një fjali këtu nga kjo alternativë që thotë nuk ka paqe të qëndrueshme pa reciprocitet, simetri të drejtave të serbëve në Kosovë me shqiptarët në Serbi. Edhe do thotë edhe kjo edhe kur lëvizja vetëvendosje ka kundërshtuar bisedimet në Bruksel, që shpeshherë është parë sikur kundërshtimi i bashkisë ndërkombëtare dhe është keq interpretuar, është që lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka qenë kundër bisedimeve me Serbinë pa kushte dhe një nga kushtet ka qenë do thotë vazhdimisht edhe çështja e shqiptarëve në luginë Preshevës. Dhe personalisht mendoj që pa pas një ndërtimin e këtyre raporteve të barabarta midis Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të ketë progres dhe paqe të qëndrueshme. Pra pa filluar, domethënë zbatueshmëria edhe ligjore, por edhe politike, edhe parimore në reciprocitet të çështjeve të shqiptarëve, Preshevë, Bjanosi dhe Medvegj me serbët e Kosovës, unë nuk mendoj që mund të ketë progres. Dhe këtë e ka mbrojtur deri tani edhe e ka promovuar më së miri lëvizja vetëvendosje. A mendoni se ka forcë lëvizja vetëvendosje këtë për ta realizuar nëse arrin qeveri? Po gjithsesi, ne mendojmë që në momentin që do ta udhëheqim qeverinë e Kosovës, ne do të fillojmë me njëherë me zbatueshmërinë e reciprocitetit politik edhe të gjitha niveleve tjera me Serbinë. Pra, edhe kjo nuk është diçka që është në orientim kundër dikujt, por është realisht për vetveten. Pra ideja është që të krijojnë raporte të barabarta dhe jo raporte armiqësore me askë. Por ne pa qenë të barabarta nuk mund të jemi partnerë dhe nuk mund të krijojmë edhe të bëjmë marrëveshje rajonale. Pra. Edhe ne mendojmë që vetëm përmes barazisë, edhe në raportet pakicave kombëtare, por edhe në raport drejtave të njerëzit, drejtave të qytetarëve,
mund vetëm të avancojnë këtë çështje. Zoti Kamberi, ku jemi te subjekti lëvizjeve vendosje, a mund të thoni se cilët kanë qenë sukseset e deri tashme që lëvizja vendosje më tepër ka bërë për shqiptarët e Luginës Preshevës? Mund përshkruhet se cilët kanë qenë angazhimi i vendosjes gjatë periudhës deri tarishme? Po s'pare kisha thonë një angazhim që shpeshherë mund duket i padukshëm, është ai angazhimi pothuajse i përditshëm. Sepse nëse keni përcjell aktivitetet, veprimtaritë e lëvizjes vendosje që nga themelimi i saj e deri më sot, keni mundur të shohin se lëvizja vendosje të vazhdimisht, pra me cilësinë e grupit parlamentar opozitar, ka ngritur zërin për çështjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Ju e dini disa herë që lëvizja vendosje ka propozuar, faktikisht edhe është përpjekur që të fusë në rendite çështjen e Luginës Preshevës, por përveç kësaj çështjes, ajo në shumë raste caktuara, sidomos në raport të bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë që janë zhvilluar në Bruksel, me ndërmjetësimin e banoneshës Ashton, vendosja vazhdimisht ka ngritur zërin, ka promovuar, ka sensibilizuar çështjen e Luginës Preshevës në raport politikës ndërkombëtare, por ajo më rëndësi raport politikës bashkëkombëtare. Pastaj ka shumë edhe aktivitete tjera që do ta mishnin kohë tash me shtjelluar, do të kisha veçuar gjithashtu edhe nëse ju kujtohet protesta, një nga protestat më masive që janë organizuar pas luftës në Kosovë, pas largimit lapidarit, ku mbi 10.000 persona, sipas vetë medjave të pavarura, kanë marrë pjesë në atë protestë masive që kanë qenë, që është organizuar ankas për çështjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Pastaj pa dashur faktikisht të zgjas shumë, lëvizja vendosje vazhdimisht edhe në kontaktet me bashkinë ndërkombëtare, edhe në kontakte me faktorët e ndryshëm bashkëkombëtar, ka kërkuar vazhdimisht që çështja e Luginës Preshevës të ketë trajtim adekuat politik dhe sidomos në raport në bisedimeve Kosovë-Serbi, të cilët faktikisht është anashkaluar nga qeveria deri tanishme. A mendoni se lëvizja vendosje është e vetmja parti që do t'i zgjidhë problemet e shqiptarëve të Luginës Preshevës? Jo, unë mendoj që lëvizja për mi zgjidhë problemet e Luginës Preshevës, mendoj që duhet të ndryshojmë politikën në shumë kryeqendra, edhe duhet të kemi një politikë adekuate rajonale. S'pare, unë mendoj që është shumë më rëndësi dhe që faktikisht shpeshherë po ndashta po neglizhohet edhe nga vetë qytetarët tanë, është shumë më rëndësi që të kemi në Prishtinë dhe në Tiranë një politikë më aktive, një politikë, domethënë më dinjitetshme, më profesionale dhe më institucionale në raport me Luginën e Preshevës. Prandaj unë mendoj që është shumë më rëndësi se kush e udhëheq qeverinë e Kosovës, kush e udhëheq qeverinë e Shqipërisë, por kush e udhëheq edhe qeverinë e Serbisë. Pastaj, natyrisht se na mund të zbresme në një nivel më poshtë, se është shumë më rëndësi edhe niveli politik, edhe i përfaqësimit politik, i veprimit politik të vetë qytetarëve këtu në Preshevë, Bujanocë dhe Medvegjë, por janë disa nivele, dhe ky niveli rajonal është shumë i rëndësishëm. Edhe duke pas parasysh deri tash veprimin e qeverisë Kosovës në krye me zotin Hashim Thaçi deri tash raport me Luginën e Preshevës, mendoj që nuk do koment, që është shumë urgjente edhe është shumë e domosdoshme që kjo qeveri faktikisht të ndryshohet, edhe duke pas parasysh dhe duke jo referuar të kaluarës të deri tanishme, por sidomos edhe këtij programit, unë mendoj që me lëvizjen me vendosje në krye të qeverisë Kosovës do të ketë edhe ndikime pozitive në Preshevë, Bujanocë dhe Medvegjë. Pastaj po që doni unë mund m'ja sqaroj disa pika tjera. Përmendën ndikimin, cili do të jetë hapi në rast që vendosja do të merr kryesimin e qeverisë në Kosovë, cili do të jetë hapi i parë që do të bëjë në drejtim të Luginës Preshevës? Unë mendoj që nëse e shihni edhe programin. Në program thuhet marrëveshje bilaterale me gjitha shtetet ku jetojnë shqiptarët jashtë Kosovës. Prandaj, mendoj që ajo që është më rëndësi është që lëvizja vendosje është e interesuar të ketë marrëveshje me shtete tjera ku jetojnë shqiptarët për të garantuar drejtet e atyre komuniteteve në ato shtete. Në ato shtete. E para, e dyta, politika jashtme. Nëse e shihni edhe programin tonë dhe synimet tona, ne kemi parapon kontakte të rregullta me shqiptarët që jetojnë jashtë, domethënë Kosovës dhe Shqipërisë. Tash kjo shpeshherë është interpretuar si hapja e një zyres. Unë nuk isha hyrë në terminologjinë apo në
përcaktimin dhe për kufizimin e çështjes së një zyre të veçantë. Sepse unë mendoj që Presheva, Bjanosa dhe Medvegja meritojnë më shumë se sa një trup koordinues, ashtu siç janë edhe zyret në të hapura si në Mitrovicë, Serbia që i ka të hapura, që i mban raporte drejt për drejta me serbët në Mitrovica. Mendoni që duhet të jetë edhe një reciprocitet, të themi në anën tjetër, që edhe Kosova duhet të ketë zyrat e veta në Lëvinë Preshevës. Nëse marrë idenë e reciprocitetit kështu klasik, edhe në aspektin e organizimit strukturor, juridiko-politik, do me thonë, me këtë mekanizëm dërmjetme që e ka kriju Serbia të ne me trupin koordinues apo në Kosovë, që e kishtë njerë me qendrën për Kosovë, edhe me të se i kanë quajtur ata, pastaj edhe me ministrinë, atëre do të mund paramendoj logjika e një zyre. Por unë personalisht, por edhe shumë kush në lëvizje vendosje, mendon që kjo duhet të ngritet në nivel më të lartë, pra të ngritet përmes politikës jashtme. Pra diplomacia kosovare, ne mendojmë që diplomacia kosovare spari, ajo që është shumë e rëndësishme, të ketë një politikë unike me Shqipërinë. Edhe nëse e shihni këtu, do me thonë, për ideja jonë që ta unifikojmë, do me thonë, edhe pse është në drejtimin e duhur, duke marrë parasysh tash kohëve të fundit edhe veprimet e diplomacisë shqiptare në Tiranë, ne mendojmë që sa më shumë ta unifikojmë diplomacinë me Republikën e Shqipërisë edhe me Republikën e Kosovës dhe në kuadër diplomacisë të përbashkët shqiptare, pra të filloj të ketë një koordinim edhe sidomos një ndërveprim shumë më të ndjeshur se sa që do të mund të përkufizojë vetëm në një përfaqësim politik institucional kuadër të një zyre, sepse ajo që unë mendoj që është më rëndësishëm nuk është vetëm aspekti i përfaqësimit institucional, po e hapim një zyre për qytetarët e Preshevës, Bjanocit dhe Medvegjës, për shembull në Prishtinë kuadër qeverisë apo në Gjilan kuadër komunës, edhe kjo është pak a shumë ajo që pastaj do ta krijojë një mirëqenie politike dhe një zhvillim ekonomik. Jo, mendoj që krejt qeveria e Kosovës, dhe lëvizja vetëvendosje mendon që krejt qeveria e Kosovës kuadër programit vet duhet të ketë një ndërveprim të vazhdueshëm me kërkesat edhe që vinë edhe nga poshtë. Pra nuk është ideja që ne të imponojmë. Do me thonë, ideja politike sikur që ka qenë deri tash shpeshherë për interesa private të politikanëve, por në kuadër të bashkëpunim me përfaqësuesit politik, por edhe me shoqërinë këtu, edhe me qytetarët, ne mendojmë që duhet të ketë ndërveprim të vazhdueshëm dhe në kuadër politikës jashtme të vazhdojmë faktikisht të mund të ndikojmë në zhvillimin ekonomik, të kontribuojmë, pra me një fond. A keni parafakt me program qeveritar nëse arrin të qeverisni për ta zhvilluar edhe luginën e Preshevës? Po gjithsesi se ne edhe mos harroni se edhe lëvizja vetëvendosje që shumë kohë ka propozuar që faktikisht ketë edhe fond zhvillimor. Bile edhe kur kanë qenë, domethënë, marrëveshja Brukselit, që të krijohet fondi për veriun e Kosovës, me të ardhurat e tatimeve, domethënë e doganave nga veriu i Kosovës, lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka promovuar edhe ka promovuar idenë, dhe unë besoj që ne do ta jetësojmë kur të vimë në qeveri, që një fond zhvillimor të jetë i orientuar kryesisht për Preshevën, Bjanocën dhe Medvegjën. Pra një fond zhvillimor në aspekt ekonomik, edhe sidomos ajo që është më rëndësi, reciprocitet i plot midis Kosovës dhe Serbisë kur i përket çështjeve shqiptarëve në Serbi dhe serbëve në Kosovë. Edhe e treta ajo që më rëndësi, ndërveprim i vazhdueshëm, kontakte të rregullta për krijimin e një programi, një procesi të vazhdueshëm ekonomiko-politik për shqiptarët e Preshevës, Bjanocit dhe Medvegjës. Zoti Kamberi, të kthehemi pak mbrapa lidhje me ku ju thatë që me 13 prill të viti jeni antarësuar në lëvizje vetëvendosje. Para se të antarësoni në lëvizjen vetëvendosje, a keni menduar të antarësoni në subjekte tjera, ku e dim që në Kosovë ka shumë subjekte politike që janë edhe më të fuqishme, siç është LDK-ja me një traditë, PDK-ja dalër nga lufta, AKR-ja apo AK-ja. A keni menduar ndonjëherë, ku e dim që edhe ato subjekte politike janë që i mbrojnë interesat e shqiptarëve, a mendoni se ato kanë qenë më pak të besueshme se edhe kanë treguar deri tash angazhimin dhe përkujdesin ndaj shqiptarëve të luginës Preshevës, po vetëvendosja ka qenë më aktive dhe më para opinionit është treguar se është duke u bë derti më tepër shqiptarët e luginës Preshevës. Çka e shtyni bashkë pikërisht? Pse nuk a keni menduar të antarësoni në këto subjekte që i përmendëm? Pas pare unë mendoj që nuk ka subjekte të fuqishme dhe të pafuqishme.
Nëse ideja juve ishte që fuqia ishte masa elektorale, po pikrisht. Dhe që kjo masë dhe ky numër elektoral para gjithash nuk është real, sepse shpeshherë referenca kryesore janë në qeveri, janë duke qeverisur tash. Po ata janë duke qeverisur me një proces zgjedhor të vitit 2010, ku Skënderaj apo zona tjera të Kosovës kanë dalë mbi 120%. Edhe ato zgjedhje janë cilësuar si zgjedhje, do thonë, me vjedhje industriale, edhe ndoshta zgjedhjet më të këqija që ka mund të një rajonin, domethënë, i postmonizmit. Do thotë ato numra unë mendoj që në sipari nuk janë reale. Dyta, numri nuk është përcaktues, do thotë, i fuqishmërisë, i cilësisë politike. Ty numra ka pas edhe Stalini, e kam thonë unë shpeshherë, ka pas edhe Miloševiqi, por politikën e ka pas gabuar dhe politikën e ka pas, domethënë, retrograde. Edhe këtë kuptim, ajo që unë mendoj që është më e rëndësishme, që është lëvizja vetëvendosje, mendoj që është sinonimi një shpresës, jo vetëm për të qenë ndryshe politikisht. Por lëvizja vetëvendosje, përveç atij aspektit, domethënë politik, që shpeshherë asosiohet me lëvizjen vetëvendosje. Nëse e shihni domethënë kronologjikisht, nëse ka një lëvizje politike në rajon e cila krijon shpresë për dy çështje që unë mendoj që janë jetike sot në Ballkan, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe nuk mendoj sot që në hapësirën shqiptare në Ballkan ka ndonjë subjekt politik i cili i ka para kushtet edhe krijon, më thot, një farë shpresë që i vetmi subjekt politik i cili mund të përballet me krimin e organizuar, me korrupsionin, është lëvizja vetëvendosje. Ne e kemi dëshmuar edhe me këto pak muaj që e udhëheqmi komunën e Prishtinës, sepse momente ne që flasim për momente nuk është asnjë ndërtim pa leje duke u zhvilluar në komunë Prishtinës. E mos të flasim më që kemi dëshmuar që ne mund të ndërtojmë të ardhmen dhe duke përballë me të kaluarën. Ajo kaluar, nëse e shohim shpeshherë, gjitha subjektet tjera politike që kanë udhëhequr deri më tani, kanë qeverisur, mund të shohni që shpeshherë kanë përfunduar faktikisht me dosje kriminale dhe dosje korruptive. Kjo është, mendoj që një nga arsyet kryesore, sepse unë e kam zgjedhur lëvizjen vetëvendosje, edhe pse kanë qenë vazhdimisht simpatizuesi tyre. Pa hyrë në ato çështje që unë mendoj që është subjekti politik në hapësirën shqiptare më modern. Domethënë, realisht, duke ju kundërshtuar shpeshherë edhe vetë politikave të disa qeveritarëve dhe qeverive perëndimore, ajo ka qenë vetë moderne dhe perëndimore. Edhe në këtë kuptim, mendoj që edhe në hapësirat tjera shqiptare, nëse nuk ka nevojë për nëse nuk ka mundësi për të pasur një strukturë politike të lëvizjes vetëvendosje, ka shumë nevojë me pas frymën politike të lëvizjes vetëvendosje. Pra jo vetëm për çështje të sovranitetit brendshëm, dëshirës për të qenë republikë sovrane dhe pavarur realisht, por për të luftuar krimin edhe korrupsionin dhe për të qenë të pa kompromis në çështjet e sundimit ligjit dhe në çështjen e krijimit barazisë shoqërore dhe sociale. Se ne me këtë trend që vazhdojmë, deri më tani unë mendoj që do të thellohemi edhe më shumë në pabarazitë shoqërore, kur do të pasurohen një grup i vogël e njerëzve që janë zakonisht të veshur me pushtet, edhe që e shfrytëzojnë pushtetin, qofshin ata politikanë apo biznismen, apo shpeshherë ata janë të ndërlidhur midis tyre, herë quhen politikan, herë quhen biznismen, edhe me shtresën e mesme dhe shtresën e ulët, e cila çdo ditë më shumë po varfërohet, dhe çdo ditë më shumë një grup i njerëzve i vogël që ka zaptuar shtetin e Kosovës në Kosovë, po për shembull në Prishtinë 90 Medveçi ka zaptuar institucionet, i ka privatizuar realisht duke menduar se ato janë të tyre sepse kanë fituar zgjedhjet, edhe po krijojnë një barazi shoqërore, domethënë një pabarazi shoqërore të skajshme. Edhe nëse e shihni këtë programin e alternativës qeverise, janë tri shtylla, domethënë tri shtylla kryesore: shteti i drejtës, domethënë sundimi i ligjit, ku për shembull janë paraparë me disa kapituj edhe për ligjin antimafia, edhe për ligjin antikorrupsion, do thotë ku do t'i përforcojnë prokuror, jo avokat, shtetin domethënë zhvillimor, ku ne dëshirojmë faktikisht
edhe në kuadër frymës lëvizjes vendosje, por edhe në kuadër programit përgjithësi ta industrializojnë vendin duke i dhënë rëndësi prodhimtarisë vendore, duke i dhënë rëndësi bujqësisë, pra me prodhimet vendore, me bujqësi, me industrializimin e vendit, edhe e treta që është gjithashtu me rëndësi është shteti social, ku ne mendojmë që përmes kapitujve, domethënë, përmes këtij programit të shtetit social të përforcojmë barazinë sociale midis shtresave në Kosovë dhe t'ja kthejmë barazinë qytetarëve. Dhe kjo është ajo të cilët për mendimin tim nuk është në partitë e tjera politike në Kosovë, të cilët të gjitha i kemi provu. Edhe unë mendoj që ne në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje mas mire e kemi situatën për të parë se çka kanë bërë këto parti deri tash për ne. Dhe ajo që është paradoksale, që mua vjen interesant, që liderët politik këtu në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje, nëse e keni pa gjatë 4 viteve ankohen se Kosova nuk bën asgjë për neve. Edhe pastaj ata lobojnë apo përsëri shpresojnë të njëjtët politikanë për cilët i kanë kritikuar 4 vjet që s'kan bërë gjë për shkak. Nëse ka diçka që duhet me qenë të njëjtë. Unë mendoj që qeveria Kosova politike, institucionale, nuk është për kujdesur për Preshevën, Bujanosën dhe Medvedjen prej 99-s e tani. Më shumë është për kujdesur për dashur është një debat i gjonë në kohën para 99-s, para çlirimit të Kosovës, në kohën e Miloševićit, se sa pas 99-s. Edhe mos harrojmë që pas 99-s kanë qenë që gjitha këto parti tjera kanë qenë në qeveri. Unë mendoj që tash është koha e lëvizjes vendosje, që të vjen qeveri ta udhëheq qeverinë e Kosovës, edhe jam i bindur se do të ketë edhe ndikime pozitive edhe në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje. Zoti Kamberi, ku jemi te ndikimet edhe qasja e subjektit tuaj, a keni menduar që në pasive që ju jeni tash antari kryesisë së lëvizjeve vendosje të futni në rënd të ditës edhe qasjen, shtridhjen e vendosjes edhe në trojet ku jetojnë shqiptarët. Përveç që është e shtrirë në gjithë Kosovën, a keni menduar si është rregulluar me status? Unë e pash para këto ditë, tash nuk kujtohet saktësisht, e pash në internet e kishte postuar dikush nga Kumanova, atë vënë e kishte bërë atë simbolikën e vetvendosjes, duke thënë se Kumanova është vetvendosje. Tash po marr këtë shembull sepse është interesant se i vetmi subjekt politik që është i pranishëm diku, pa qenë strukturalisht aty, është vetvendosja. Sepse vetvendosja unë mendoj që është përtej një subjekti politik. Është frymë, është filozofi politike, është koncept politik. Nëse e shihni askush nuk thot Preshevë, apo në Kumanov, në Tetov, apo në Sarand, apo në Ulqin, unë jam PDK. A i keni pa ju dënjerë dikush që thot unë jam PDK? A i ka me thonë unë jam simpatizues i PDK. Edhe vetë nocioni është vetvendosje. Po vetvendosjes, realisht ne nuk e kemi shpik konceptin e vetvendosjes, është koncept domethënë që daton nga koha e atëre kombëve të bashkuara atëre kur është kriju pak më herët edhe ç'është koncepti i vetvendosjes për popujt e lirë, por unë mendoj që lëvizja vetvendosje është e pranishme në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje pa qenë strukturalisht. Por ajo që është më rëndësi, duhet me qenë edhe më shumë e pranishme kuptimin e frymës politike. Po si mendoni, si do ta bashkoni, pa ushtri, si mund të realizohet kjo? Po ne mendojmë së pari që duhet sa më shumë fryma e lëvizjes vetvendosje të jetë e pranishme në mendimin politik shoqëror në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje. Çka do të kuptoj me këtë? Unë mendoj që lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit, dëshira do thot për të qenë sovran, dëshira faktikisht për vetvendosur, dëshira për barazi shoqërore, lufta për një administratë efikase, lufta kundër familjarizmeve, kundër nepotizmit. Pra gjitha këto elemente të cilët e karakterizojnë lëvizjen vetvendosje, duhen çdo ditë më tepër të jenë në mentalitetin, në mendimin kolektiv politik shoqëror në Preshevë, Bujanos dhe Medvedje. Ajo që është më e rëndësishme është edhe vetë do thotë unë i shoh ashtu gjërat edhe vetë si dikush që jeton në Preshevë, ndërka që është antar kryesie i një lëvizjes që është me Selim Brishtin. Unë mendoj që, si më thoshte një aktivist i lëvizjes vetvendosje, për mua lëvizja vetvendosje është shkollë politike. Edhe nëse e shihni shumë njerëz studenta që marrin pjesë në shkollën tonë politike, vetë thonë që ne më shumë po edukohemi dhe po formohemi politikisht lëvizjen vetvendosje se sa në universitet në shkencat politike. Pra mendoj që kjo është më rëndësi. Ajo fryma politike dhe e lëvizjes vetvendosje
për vlerat mirëfillta që do thotë. Për ato gjitha që i numërova unë paraprakisht, është më rëndësi që të deportojnë Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Por ajo që është më urgjente, unë mendoj që është që lëvizja vetëvendosje, siç po e udhëheq komunën e Prishtinës, filloi ta udhëheq edhe qeverinë e Kosovës. Dhe unë mendoj që ajo është hapi kryesor edhe më urgjent i tanishëm që lëvizja vetëvendosje të vjen në pushtet në Kosovë, edhe të mund të zbatojë politikët e veta, e cilat do të ndikojnë, thash edhe më herët. Jo që vetëm do të ndikojnë Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë, por do të ndikojnë gjithë rajonet. Në aspektin progresist. Do të shtrinë edhe autoritetin e vet edhe në Luginë Preshevës. Unë mendoj, unë e thash që më rëndësi është fryma e lëvizjeve vendosje që të pranishme. Ne nuk e kemi për synim edhe për qëllim tash të ndërhyjmë në organizimin atë që e quajnë politikanët këtu pavarur politik. Partitë janë ekzistuese në Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë, por sigurisht se edhe unë personalisht, por edhe gjithë bashkëmendimtarët e mi janë të interesuar që vlerat e mirëfillta që i promovon lëvizja vetëvendosje të jenë pranishëm sa më shumë Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Ne për shembull unë personalisht kam organizuar edhe protesta në Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë, që ishte në atë kohë kam pas koordinim edhe atëherë me lëvizjen vetëvendosje, pa qenë në lëvizjen vetëvendosje. Por nuk është ajo ndikim partia. Çështja e protestave, çështja e angazhimit e demokracisë drejt për drejt, e demokracisë pjesëmarrëse, do thotë gjitha këto, e demokracisë direkte janë gjitha këto që unë mendoj që janë urgjente të zbatohen në Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Do thotë për emancipimin e drejtave të njerëzit, për emancipimin politik, realizimin e drejtave, domethënë kolektive dhe drejtave të njerëzit në Preshevë, Bujanovës dhe Medvegjë. Dhe këtë mund ta bëj, domethënë vetëm të forcu frymën e lëvizjes vetëvendosje në mentalitetin politik vendor këtu. Ajo mendoj që është më e rëndësishme se sa që do të ishte një shtrirje statike e cila nuk do të jepte rezultate dhe në fundit nuk është qëllimi jon të jemi vetëm të pranishëm fizikisht nëse politikisht nuk mund të avancojmë idetë tona. Zoti Kamberi, siç është publikuar nga dita e djeshme ka filluar dhe fushata zyrtarisht është zyrtarizuar fushata zgjedhjet e parakohshme të 8 qershorit. Subjekti juaj sa është përgatitur për të zgjedhjet parakohshme? Po ne ka kohë, do thotë edhe pse zgjedhjet janë parakohshme, kanë ardhur në mënyrë pak a shumë që ne mendojmë që janë të orkestruara, do thonë nga partia në pushtet, e cila domethënë nga Partia Demokratike e Kosovës, e ndihmuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pra për shpërblyen e kuvendit edhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Megjithatë ajo që është më rëndësishme, mendoj që lëvizja vetëvendosje është shumë e organizuar, edhe është edhe më aktive se çka qenë në zgjedhjet paraprake, siç mund shihet edhe nga tubimet e fundit, por edhe nga organizimi përmbajtësor politik, pra qoftë në paraqitjen e alternativës saj qeverise përmes programit të saj, qoftë edhe përmes aktiviteteve në terren me kandidatët e saj, ku në mënyrë të vazhdueshme janë duke shpalosur programin, sërnimet, qëllimet tona si lëvizje vetëvendosje. Dhe këtë kuptim ne presim dhe po e shohim çdo ditë, do thotë rritjen e entuziazmit, rritjen e mbështetjes për lëvizjen vetëvendosje në terren. Pra, edhe ajo që unë mendoj që nëse ka diçka që është pa kontestueshme, është që lëvizja vetëvendosje po rritet çdo ditë më tepër dhe ne jemi të bindur që me 8 qershor edhe do të fitojmë zgjedhjet. Ku jemi të zgjedhjet në listën e vetëvendosjes ka shumë kandidat që vinë nga Lugina e Preshevës. Si është bërë ky përcaktim apo përzgjedhje e kandidatëve? Mund ta shpjegoni këtë se megjithatë në parti tjera është një numër shumë i vogël në krahasim të vetëvendosjes. Unë e thash edhe para emisionit që mos po më pëlqen me kategorizuar njerëz. Unë mendoj që krejt lëvizja vetëvendosje është Lugina e Preshevës, po krejt lëvizja vetëvendosje është Kosovë, sepse edhe aty në kryesi mua askush nuk më percepton si dikush që jam i Preshevës, po asun se perceptoj dikush që është nga Shqipëria. Dhe kjo është ai integrimi gjithë brenda shqiptar që bëhet në aspektin politik. Po për të përgjigjur pyetjes nëse në vetëvendosje nuk ka kufi, nuk ekzistojnë kufit për momentin administrativ të Kosovës? Jo, unë mendoj që nuk ka kufi, do thotë në perceptimin politik individual të njerëzve që janë aty të pranishëm. Unë e thash edhe më herët, në Këshillin e Përgjithshëm ne kemi shtetasi skoceze. Ne kemi përfaqësues të përkatësisë bosnjake, turke, lëvizje vetëvendosje. Pra ajo që është
prejardhja gjeografike unë mendoj që nuk duhet të bëhet një lloj klisheu, se ti nëse je nga Prizreni, ti ke më marrë me problemet e Prizrenit. Nëse je nga Presheva, ti ke më. Por ajo që është shumë më pozitive në lëvizje vetëvendosje, se për shembull përfaqësuesi që vjen apo që perceptohet që vjen nga Lipjani, te ne për shembull zoti Glauk Konjusa, i njeh ndoshta problemet e luginës Preshevës më mirë se dikush që jeton në Preshevë. Mendoj që kjo është ajo të cilën ne po përpiqemi vazhdimisht me promovu, që politikisht ne jemi një, edhe mos t'i shohim kategori gjeografike në mendimin politik. Po për të përgjigjur pyetjes juaj, nëse e shohim me prejardhje gjeografike, pra ne kemi pak a shumë 4 kandidat në listën e vendvendosjes tash që garojnë për deputet në Guvendin e Republikës Kosovës, që janë me prejardhje nga Presheva. Pra një e kemi pak që është nda thëma figurë publike dhe me e njohër si që dinë është zoti Libor Naliu, që është në thëtë një nga themelust e lëvizjes vetëvendosje, pra me prejardhje nga Presheva. Kemi zotin Edvig Kadriu, që është mjek i njohur, që ka lindur në Tërnac, edhe që jeton në Prishtinë, pra është me prejardhje nga Tërnoci. Kemi zonjusha Eza Sadigu, që është do thot nga fshati Raovic, që punon edhe jeton në Preshevë. Por kemi edhe zonjën, do më thonë, Besa Baftiu, e cila edhe vjen realisht nga Zhegra e Gjilanit, por ka lidhje familjare, do thot, është martuar me familje nga Presheva, edhe ka lidhje farefisnore shumë të afërt me Preshevën edhe me zonën e Karadakut edhe zonën e Preshevës. Pra kemi 4 kandidat që kanë prejardhje nga lugina e Preshevës, apo që janë të ndërlidhur me luginë e Preshevës, edhe plus unë që jam antar i kryesisë lëvizjes vetëvendosje. Pra për nga përfaqësimi gjeografik, nuk ka asnjë parti, nuk besojnë Kosovë që ka një përfaqësim të këtillë gjeografiko-politik, nëse mund të quaj kështu. Zoti Kamberi, ku jemi te zgjedhjet si subjekt politik, sigurisht edhe keni bërë analizën e rezultatet e pritshme që mund ndodhin gjatë më 8 qershor. Çfarë rezultati si subjekt është bërë një sondazh dhe çfarë rezultati pritet? Çfarë po tregojnë sondazhet? Ne nuk kemi bërë sondazhe, do thotë sondazhet pak a shumë janë ato që kemi parë nëpër media. Do thotë po që shpesh herë, siç ka thënë edhe teoricieni Pierre Bourdieu, sondazhi është diçka për me ndërtu paraprakisht një mendim politik, po nëse i marrim sondazhet, do thotë shihet qartë një rritje edhe të atyre sondazheve që shpesh herë janë të porositura, apo ku fshihet dora PDK-s dhe LDK-s, shihet do thotë një rritje e konsiderueshme e lëvizjes vetëvendosje, kur atëherë në radhitin zakonisht në vendin e tretë. Por do thotë ne sipas parashikimeve në teren, ne mendojmë që do të dalmi me rezultat shumë të papritur dhe do ta përsërisim befasinë që kemi bërë në komunën e Prishtinës në zgjedhje lokale, edhe që lëvizja vetëvendosje do të jetë befasia e këtyre zgjedhjeve, sepse realisht unë mendoj që nuk do befasi do të ishte nëse nuk do dilshin parë, por nëse mund ta shohim kështu teorikisht edhe për që befasi, nëse mund ta konsideroj dikush që do të jemi të parë, unë mendoj që lëvizja vetëvendosje do të jetë ajo e cila do të fitojë këto zgjedhje, do të është krejtësisht e logjikshme, sepse ajo është ajo e cila simbolizon vërtet ndryshimin. Edhe siç e përmend shpesh edhe kryetari jon zoti Albin Kurti, gjitha partitë tjera janë përsëritje. Është rralla për vetëvendosje. Po mendoj që është tash momenti për lëvizjen vetëvendosje, sepse edhe televizia vetëvendosje ka qenë një varpërshtypje qytetarëve që këta dinë vesh me kundështu, janë të ri, janë të pastër, janë të aftë, po ku me dita dinë me qeverisë. Kjo ka qenë pak a shumë ajo ideja e masës. Por unë mendoj që komuna e Prishtinës është sot shembulli më eklatant se si qeverisë lëvizja vetëvendosje. Nëse keni pa edhe para një jave, kryetari i komunës Prishtinës, zoti Shpendametri, është shpallur edhe nga mediat e huaja si kryetari më trim më i guzimshëm në Evropë. Edhe nëse shihni se i kena ndalë ndërtimet pa leje, me ndalë tim Preshevë, s'u ndalin ndërtimet pa leje. Me ndalë ndërtimet pa leje në Prishtinë, dikush ka thonë s'ka shanse, s'keni me mundur me ndalë, kanë me ju vra, mafia është e rrezikshme, ka interesat mëdha financiare, po ne i kemi ndalë. Nëse e shihni, prej sa kohë ne e udhëheqëm komunën e Prishtinës, nuk o punësua askush me mbiemër përmes familjarizmit edhe përmes nepotizmit.
Pra ne kemi ndalë ndërtimet pa leje, ne kemi ndërprej punësimet e pa drejta, pa konkurse, vetë përmes kritereve partijake dhe familjare, edhe ajo që më rëndësi, dhe me thonë, ne kemi ndalë pak shumë edhe korupcionin, sonë nuk di që ka pas më dhe një proces, do me thonë korruptiv ndaj komunës Prishtinës, përveç, do thot, për pushtetit para prak, ku dje që ka pas disa arrestime të inspektorëve ndërtimore dhe tjerë zyrtarëve të komunës që janë dyshuar të përfshirin korrupsion. Pra më mendoj që qeverisja e komunës Prishtinës e dëshmon më së miri që lëvizjeve të vendosje nuk qeverisë si tjerët, edhe ajo që më rëndësi është e pa kompromis për luftën ndaj korrupsionit dhe ndaj krimit, që janë dy fenomene, dy dukurit më negative sot shoqërisë shqiptare. Edhe pse ndoshta mund të jetë herët këtë pyetjen që duhet t'ja bëj lidhje me zoti Elvin Kurti, do të jetë edhe kryeministri i ardhshëm nëse i fiton shumicën e zgjedhjeve, apo do të jetë një ndër në përparësi për të krijuar qeverinë. Me cilin subjekt keni menduar që jeni më të afërt që mund të bashkoheni dhe të krijoni, të ndërtoni qeveri? Po ne mendojmë që ne jemi të gatshëm me qeverisë me çdo subjekt, do thotë që ka parafërsi programore me alternativën qeverisë të lëvizjeve vendosje, pra me ato subjekte që e pranojnë programin qeverisë të lëvizjeve vendosje, natyrisht edhe ne do të negocojmë me ato parti tjera për të parë, domethënë, afërsitë programore, sa mund të mishrohen ato brenda një programi qeverisë, i cili normalisht që ne mendojmë se pikët kryesore duhet të përfshin nga alternativa qeverisë e lëvizjeve vendosje, edhe e dyta besimin ndërsjellë. Pra janë këto dy çështje të cilat ne mendojmë që janë të domosdoshme dhe janë parakusht për të krijuar një koalicion qeverisë i cili do të udhëhiqet nga lëvizja vendosje me kryeministër zotin Albin Kurti. A keni menduar se lëvizja vendosje edhe pse e merr një numër të votave të konsiderueshme, ndoshta mund të ndoshta edhe të dalë para, por mos të arrijë të hyjë në qeveri? Për të ndërtuar qeverinë, por kur ekziston mundësia edhe pazare tjera, subjekte tjera të bëjnë marrëveshje. Ata pazare kanë bërë edhe deri tash. Ne jemi të interesuar, do thotë që të ne ta formojmë qeverinë e Republikës Kosovës, edhe natyrisht në momentin që ne do dalim parë, ne do t'i bëjmë ftesë partive tjera të cilët përfaqësojnë Kuvendin e Republikës Kosovës për të parë se a ka mundësi të bëhet një koalicion me, domethënë, drejtimin e lëvizjeve të vendosit. Po mendoj që tash është hala herët, ajo që është më rëndësi është që ne më tej që shumë të fitojmë zgjedhjet, dalim partia parë dhe grupi më i madh parlamentar në Kuvendin e Ardhshëm të Kosovës. Do të doja 2 ditë para se të shpallen zgjedhjet zyrtarisht, edhe pse në Kosovë kishte filluar fushata partit fillon fushatën jo zyrtarisht, por mbashin takime, i filloi edhe të thuhet edhe një fushat, mund ta quajmë edhe mbështese edhe nga Lugina e Preshevës. 2 deputetët republikan që janë në Serbi, nga Presheva, zoti Alimi dhe zoti Kamberi, vizituan kryetarin e komunës Gjilanit, njëherët edhe është antari kryesisë së LDK-s në Prishtinë, zotin Lutfi Aziri. Zotin Lutfi Aziri, kryetari i komunës së Gjilanit. Po ashtu ndodhi një vizitë, prap një ditë më vonë ndodhi edhe vizita 2 kryetarë të komunave takojnë ministrin e arsimit. Si i vlerësoni këto takime nga Lugina Preshevas, pikërisht një shkon në LDK, kurse këta takohen me antarët me qeverinë, për ndryshe partisë thasi që qeveriset deri tash? Unë mendoj personalisht që ndashta përfaqësues politik dhe institucional Preshevës, Bjanosit dhe Medvedevës është dashur të kursejnë, do thotë të kenë kujdes në këtë fushat parazgjedhore, në këto kohëra, sepse Kosova është në fushat parazgjedhore, edhe tash natyrisht se ka përpjekje edhe nga partitë politike të ndryshme kosovare që ta instrumentalizojnë Luginën e Preshevës për arsye parazgjedhore elektorale. Mendoj që në lëvizjen vendosje është pak ndryshe, sepse ju keni tash përballë dikot që është nga Presheva, që është antar i kryesisë, domethënë pjesë e asaj lëvizje. A këtu është që të bëjmë me do kontakte politike, do thotë që janë spari në funksion fushatës parazgjedhore për interesat partive në Kosovës, se nuk besoj që përfitojnë diçka
qytetarët e Preshevës, Bjanosës dhe Medvegjës në këtë rast. Por e dyta, unë mendoj që është vazhdimësia një logjike, një bashkëpunimit, domethënë që këta e quajnë këtu tradicional, por që realisht nuk është funksional. Nëse e shihni, edhe sot ka shumë njerëz që mendojnë që tradicionalisht Partia për Veprim Demokratik e Rizalimit ka qenë më e lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërka që të kryetarët e tanishëm, domethënë të komunave, zoti Nagip Arifi dhe Ramil Mustafa janë më të lidhur me Partinë Demokratike të Kosovës, tash më thash. Unë kisha thonë që edhe po edhe jo. Po se ekzistojnë disa, domethënë, komunikime dhe ndërveprime politike midis këtyre strukturave, por që mendoj që janë më realisht në funksion të interesave të udhëheqësve të tyre, se sa që janë funksion, domethënë, të çështjes përditshme, edhe që japin rezultate konkrete në terren. Sepse unë nuk e di se çka ka përfituar Presheva, Bjanosa dhe Medvegja, sidomos viteve të fundit, po e lojnë periudhën para 99-s, kur kishte pak Këshilli Koordinues i Partive Politike Shqiptare në Jugosllavi, që kishte krijuar, që udhëhiqej nga presidenti Indjer Rugova. Po nga 99 tek ne, unë nuk di çka kanë përfituar Presheva, Bjanosa dhe Medvegja nga këto lidhje që këta thonë i kena pas, apo i vazhdojmë t'i kemi me udhëheqësit politik në Kosovë. Për shembull, nëse e marrim takimin e dy deputetëve të zotit Beqiri me zotin Aziri, unë mendoj që është krejtësisht hipokrite veprimi i zotit Haziri, i cili deri tash se ka pa të arsyeshme, i cili ka qenë pjesë e qeverisë Kosovës, i cili ka udhëheq Gjilanin edhe më herët. Do thotë nuk e ka pa të arsyeshme deri sot me kriju një zyre për Preshevën, Bjanosën dhe Medvegjën gjatë 15 viteve, ku ai ka pas ndikim edhe her pas her kur ka qenë në pushtete të ndryshme. Ne mos flasim më që ka qenë i ngarkuar për çështjen e decentralizimit në Vjenë, gjitha çështjet proceseve tjera më të rëndësishme si zavendës kryeministër. E tash e ka pa të arsyeshme 10 ditë para zgjedhjeve, faktikisht të ndërmarrë një veprim për me hap një zyre, e cila po shihet qartësi që krejt ky ndërveprim ka qenë në funksion, domethënë, të fushatës parazgjedhore dhe që fatkeqësisht është nxitur edhe domethënë është ushqyer, kisha thënë falni, nga zoti Alimi, zoti Kamberi, zoti Beqiri pa nevojë. E njëjta është çështja është edhe me dy kryetarët e komunave, të cilët shkojnë e takojnë një ministër që është në ikje, i cili nuk dihet sa do të jetë përsëri ministri i arsimit apo jo. Krejtësisht fushat parazgjedhore, domethënë nuk e dim se cili ka më qenë programi i qeverisë ashme të Kosovës, dhe çfarë politika domethënë arsimore do të ketë edhe në raport me studentët në përgjithësi, por edhe me raport me studentët për Preshevë, Bjanosë dhe me veçanti, edhe aq më tepër që nëse vjen në një qeveri tjetër mund ta shfuqizojë edhe vetë idenë, se aty ishte vetëm një ide, por unë mendoj që ajo elementi që më intereson më shumë ti unë kur e shoh PVD-n e sotme, mu më asocion me LDK-n. Për një gjë, jo më asocion me një parti që diqysh është inerte. Një parti që i ka mbet vetëm lavdi i të skaluarës. Domethënë sot vepron politikisht me lavdin e skaluarës. Pra me gjithë respektin, do thotë për shumë njerëz aty që kanë shumë miq, edhe në një parti edhe në tjetrën, do thotë edhe në PVD edhe në LDK, e kam një farë përshtypje që domethënë ata janë shumë të përngjajshëm në inercionin e tyre. Domethënë për një moment duket PVD-ja se një farë parti e miniaturë e LDK-s në aspektin e veprimit, mendimit politik, për shembull, vetëm sepse emrin e ka ndryshe. Po filozofinë politike ka pak a shumë njëjtë. Nëse e shihni edhe PVD-ja është pak si LDK-ja, kur të vjen e fushata zgjedhore, ata kthillën pak një dy javë apo 3, ata kanë një farë kthjellje të na këshire PVD, nuk krytën zgjedhje parlamentare, më kur kush nuk e shef BUD. U kryet. Kjo është pak a shumë ajo filozofia e inercionit, e viktimizimit. Edhe njëjtë është pak edhe me dy partitë e kryetarëve të komunave, Presheva dhe Bjanos. Pse mendoni njëjtë? Po njëjtë është pak a shumë njëjta filozofi politike si e PDK, se kam një farë përshtypje. Pse çka lidh këtu? Ku bazoni? Unë po bazoj se për ato po them ka shumë ndikim politika e Tiranës edhe Prishtinës, në Preshevë, Bjanos dhe Medvegj. Pra ka shumë ndikim
jo në mënyrë drejt për drejt, por edhe në mënyrë të shdrejtë edhe në vetdije dhe në pavetdije në njerëzve. Se nëse e shihni, ndërsa politikën në Kosovë e ka dominu një farë frymë rrugoviste gjatë viteve 99. Ajo frymë për shembull ka dominuar dhe në Preshevë, Mjanovës dhe Medveç. Ajo mentalitet politik, ajo filozofi politike. Me ardhin e PDK-s pushtet dhe Hashim Thaqit. Nëse e shihni si vepron PDK-ja në Kosovë, tash mos e merrni që njëjë se rrethonet, kontekstet, për masat, proceset politike janë të ndryshme, por në aspektin e veprimit filozofik politik është e njëjta. Domethënë një parti që mishrohet pastaj në korrupsion. E ki fjalën të Tuxharllëkit më së miri. Pa ajo që quhen fjalën popullore të Tuxharllëkit që thonë të ne. Po mishrohet pak në korrupsion, lidhet me të bizneset dyshimta të mëdha, që pastaj ato biznese e shfrytëzojnë politikën për të pasuruar vetë. Kjo është pak a shumë e njëjta filozofi politike. Dhe nëse e shihni edhe PDK në Kosovë, kinë se riorientu ideologjikisht, tash janë bërë qendra e gjatë, tash janë lidhë me biznismen, kishe përmes tregut lirë dhe neoliberalizmit, ne do ta zhvillojnë Kosovën, edhe këtu është njëjtë, edhe këto parti këtu që do të thotë mban apo duan të mban, se ata nuk kanë kontakte, por shpeshherë janë kontakte që janë më shumë për interesa personale se sa që janë kontakte politike përmbajtësore institucionale. Se mendonin interesa personale ata i përfaqësojnë qytetarët. Po çfarë më jap një rast. Që për marrni disa veprime të qeverisë Thaçi për luginën e Preshevës. Ne kemi në pushtet dy persona që udhëheqin Preshevën edhe Bujanosit që pretendojnë, apo spaku ata ndoshta pretendojnë, por shumë kush i shef si dikush që janë të lidhur më të afërt me PDK-n. Edhe për marrme. Kjo qeveri ka ndërtuar rrugën e Kombit, autostradën, domethënë nuk e ka dërgu Prishtinë-Konçul, që është ta zoti Thaçi tash në Gjelan, takimin e fundit që e kishte. Po e ka orientuar për Merdare. Edhe nëse ju kujtohet në atë kohë, edhe vetë ministri Çeku, po edhe shumë persona që ishin brenda kabinetit, kanë pas ide që ajo autostradë të orientohet drejt luginës Preshevës. Ajo nuk e orientoi, qeveria thotë që orientoi drejt Merdarës. Këta persona që mirën me politikë Preshevë më janë ashtu, nuk kanë ngritën, nuk patën ndikim, me pas ndikim që bilaj autostradë të vjen drejt luginës Preshevës. E dyta, kjo qeveri nuk e ka përfshi luginën e Preshevës në bisedime Kosovë-Serbi, në Bruksel. Pra qeveria tha që nuk asnjë moment as e ka përmend çështën e luginës Preshevës në Bruksel. Këta politikantë e Preshevës, Bujanosit dhe Medveçit, nëse kishin pasur pak ndikim, apo nëse kishin pak ndërlidhje me ata politikanë në Kosovë, është dashur për shembull, ta ketë një ndikim që kjo çështje përfshihet. E treta, qeveria e Kosovës, asnjë reciprocitet, asnjë politikë për ndërtimin e marrëdhënieve reciproke, të reciprocitetit politiko-ekonomiko social mes të Kosovës dhe shqiptarët në Serbi nuk e ka bërë. Këta politikanë që kanë lidhje me PDK-n, që kanë qenë qeveri në Kosovë, nuk kanë mundur me ndryshu këtë kurs politik të Kosovës. E katërta, rezoluta e Konventit të Kosovës, që kaloi me shumë vështirësi, mbase atëherë zoti Thaçi premtoi që do të ndrojë kushtetutën e Kosovës për çështjen e shqiptarëve për shkak. As nuk e ndroi kushtetutën, as nuk e zbatoi rezolutën e Konventit të Kosovës. Këta politikanë që thonë që kanë ndikim në ato parti në Kosovë nuk arritën me ndryshu kursin e qeverisë Kosovës. E pesta, taksat e policave të sigurimit. Ne e paguajtëm sa kohë, sa muj, ka 6 vjetëra, por ne protestojshme se Këshilli i Drejtave të Njerëzit. Domethënë, por ne kritikojshme qeveritarët e Kosovës se ne po na vënë taksat për 60 euro, këta politikanë për shembull Bujanosit dhe Medveç, që kanë lidhje, që thonë që kanë lidhje me qeveritarët e Kosovës, nuk arritën me ndal këtë kurs. Edhe aq më keq, mos kanë zgjedhjet lokale në Kosovë. Ne nuk arritshim as te kjo sot që po zbatohet. Që 20 euro me pas o qeveria e Kosovës me pagu e kemi fal zgjedhjeve lokale se qeveria nuk e kishte bërë. Edhe mos harroni që diçka po harrohet shumë, qytetarët e Preshevës, Bujanosit dhe Medveçit që hinë në Kosovë prej Shqipërisë, prej Molixhi, prej qerave vendeve, paguajnë 20 euro vet. Vet te këto vendkalimet kufitare me Serbinë ne s'paguajmë. Qeveria i merr përsipër, qera vende paguajmë. Domethënë, pastaj zyra e qeverisë e luginës qeverinë Kosovës. A u bënën prej 99-s, po prej 2008-s që u bë Kosova
e ka shpallë pavarësinë e Kosovës. Nuk ka zgjedhje luginës qeveritë Kosovës. Këta politikanë që thonë na kemi lidhje me partinë pushtet në Kosovë nuk arritën me kriju zyrën e Kosovës. Dhe veç ta kriju edhe dy fyrje. Ka fyrje të madh që ka bërë kryeministri i Kosovës kur ka thonë që populli i Presheos, Bujanosit dhe Medvedës ka faj që se ka mbrojt lapidarën. Ai ka kritikuar edhe politikanët e Presheos, Bujanosit dhe Medvedës për procesin e lapidarët. Por edhe i akuzoi dhe kritikoi edhe vetë qytetarët e Presheos, Bujanosit dhe Medvedës duke i na fyer se na ofenduar që ne jemi fajtorë si qytetar që ne se kemi mbrojt lapidarën. Edhe në fund, që është më rëndësi, asnjë donacion, asnjë investim për qeverisë Kosovës me përjashtim këto 50.000 ja, 50.000 euro është inicuar edhe është inkurajuar nga qeveria e Republikës Shqipërisë. Krejt e dinë që krejt procesi rreth fondit për luginën e Presheos nga dy qeverit është proces që është inicuar nga qeveria e Shqipërisë. Mos ishte qeveria e re e Shqipërisë, nuk ishte ndodhur as çato 50.000 euro, vetëm ato 50.000 euro që i kanë kritikuar vazhdimisht, a pastaj i kanë kërkuar non-stop çdo parë. Do me thonë, asnjë donacion edhe investim nga qeveria e Kosovës për luginën e Presheos, asot neve na premtohen jo zyrja për luginë në Gjilan, jo autostrada ka marrë për Konçul, për atë pikërisht që thot Albin Kurti, do thot ne e kemi një muaj Ramazan, qeveritarët e kanë gjithmonë Bajram. Pra 4 vjet ata nuk bëjnë asgjë për luginën e Presheos, kur vjen fushata zgjedhore, ata na përmendin edhe ditë edhe pastaj na të japin votën. Mendoj që kjo duhet i thuhet stop. Mirë, të ndërpritet kjo praktike edhe më 8 qershor për një të ndryshohet kjo praktikë qeverisë, pavarësisht se cilës parti të kaluam si takon. Zoti Kamberi, folëm për partitë dhe me të afërta. Dojmë të dimë vetëvendosje me cilin subjekt politik është më afër në këtë luginë. Përmendëm LDK-ja është me PVD-n, a shef si partner për të bashkëpunuar vetëvendosje me parti politike që janë këtu, me cilën parti? Lëvizja vetëvendosje vazhdimisht ka pas kontakte, edhe vazhdimisht ka pas takime me profesorë politik luginës Presheos, Presheos, Bujanosit dhe Medvedës. Pra edhe në të ardhmen lëvizja vetëvendosje do t'i ftojë edhe do të përpiqet faktikisht këtë kontakte të vazhdueshme. Sepse ato që e thash unë me ndryshu mënyrën e politikbërjes në praktikë institucionale. Është që megjithatë deri tash sa herë ku janë partitë politike në opozitë, gjithherë janë më të hapura dhe komunikojnë. Momenti që po vinë partitë në pozitë, masandaj fillon të është shumë vështirë të arrish deri për të siguruar një takim siç ishte më herët në Kosovë. Po, për shkak ajo është faji i politikës qeverisë. Domethënë ne dëshirojmë ta ndryshojmë vetëvendosje ka mënyrën e qeverisës edhe në politikë jashtme, edhe në politikë brendshme. Pra ajo ne nuk duhet ta krijojmë një partneritet me Preshevën, Bujanosin dhe Medvedës në kuadër të interesave, të pikpamjeve politike edhe të interesave financiare të politikanëve. Ne dëshirojmë faktikisht në çdo shtet serioz. Shteti serioz ndërton politika institucionale në politikën e vet brenda kombëtare. Ne ato që dëshirojmë që Prishtina ta bëjë, qeveria e Kosovës, edhe që dëshirojmë ta bëjë qeveria e Shqipërisë, është që të ketë një qasje serioze dhe institucionale ndaj luginës Presheos. Edhe më të ndërpritet ajo, unë e njoh dikë në Tiranë, i cili e ka shok djalin e ministrit jashtëm, apo djalin e kryeministrit, apo ka bashkëpunim biznesor me dikon në Tiranë, dhe në kuadër të atij unë ta lidhë një lidhje me kryeministrin e Shqipërisë apo ministrin e jashtëm, apo ndërmarrja jeme e financon filan partinë në Kosovë, edhe tona për shembull përmes interesave financiare, do me thonë shpeshherë që janë meskine, atëherë krijohet një farë lidhje politike. Duhet përfundoj kjo histori mos e kush e njeh kën edhe kush e ka një interes financiar. Politika jashtme shqiptare dhe kosovare, nëse mund t'i quaj kështu kushtimisht, duhet ta ketë një qasje institucionale ndaj luginës Presheos. Faktikisht të ketë një plan konkret se çfarë dëshirojnë të bëjmë me luginën e Presheos, edhe unë e thash që një nga pikët kryesore të alternativës qeverisë së lëvizjes vendosje është faktikisht reciprocitet në marrëdhënie me Serbinë edhe në çështjen e serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në Serbi, por qasja, praktika, kontaktet e rregullta
që janë institucionale, edhe të ndërpritet më praktikët, faktikisht që kena po deri më tashme me gjitha qeveritë e përpashme. Gjitha qeveritë e përpashme në Kosovë ka funksionu me kësi mënyre. Kanë për njef, kanë një kontakt, do me thonë matafërt politik apo familjar, apo kanë një interes financiar, edhe të në pastaj ashtu është përpjek. Duhet edhe qeveria Kosovë të armë, dhe më besoj që lëvizjave vendosje në kuadrë kësaj alternative qeverise, që eftoj të lexoni, e ka shumë qartë se edhe në politikën e jashtme, pra edhe në politikën raport me Preshevën, Bujanosën, Medveçë, se cilët janë prioritetet, edhe ne nuk do bëjmë dallime politike se kush këtu është më i afërt me PDK-n apo me LDK-n, se realisht unë mendoj që Presheva, Bujanosë, Medveçë është në kaq ndjenjë të mjerë që nuk do të duhesh shumë me shiku ato lidhjet që janë më shumë në funksion të interesave private dhe personale se sa politike. Zoti Gamberi, që shumë ju të ankon keni qenë shumë kritik ndaj pushteteve lokale si në Preshevë, Bujanosë. Megjithatë, një ditë vendosët dhe tikni të shkoni në Kosovë, të antarsoni në lëvizjen me vendosje. Mendoni se keni met borxh atyve shokëve, dashamirëve që ju kanë përkra plot një kohë të gjatë dhe për momentin me shkurjen e juaj në vendosje, sikur që shifat këtu, do të thonë, është gjithçka është në rregull dhe nuk ka askush kusht të inicioj. A mendoni se ju jeni vetëm se fizikisht atje dhe prapë mendoni për luginën e Preshevës apo jeni shkputur përfundimisht nga Presheva? Unë mendoj që më së pari të përmisoj për atë besoj që lapsus se s'ko me ikë për askujt se unë jam Presheva. Kuptohet në atë kuptimin e veprimit. Po edhe në veprim politik, ne do thotë 80% kohës, unë e kaloj në Preshevë dhe unë s'kam ndryshu prej para 13 pritet kur kam qenë kur jam antarësuar në lëvizjen vendosje. Unë edhe më parë kam kaluar një pjesë bukur të mirë apo një tretë të kohës time kam kaluar në Kosovë si gazetar, në Shqipëri, në Maqedoni, do thotë si gazetar për mediat e huaja që kam punuar që vite të tëra, unë edhe atëherë kam qenë një tretë të kohës jashtë Preshevës. Mbase nëse shikojmë kohët e fundit, unë jam më shumë Preshevë se sa që kam qenë përpara. E tash në aspekt politik, mendoj që pjesërisht keni drejt. Pjesërisht keni drejt se unë vetë nuk e kam pritur që do vje situata kësaj që do të antarsona zyrtarisht pjesë e lëvizjeve vendosje, se siç e thash më herët, unë kam qenë mendërisht politikisht, do thotë me lëvizjeve vendosje që nga zanafilla e saj, mbase më herët, edhe nga, nëse nuk e di ju e kujtohet, ka qenë rrjeti Kan, që unë kam qenë pjesë e rrjetit Kan, atëherë themeluar nga zoti Kurti, por ajo që mu më vjen keq është që gjendja, do thotë, situata politike në Preshevë, Bujanosë dhe Medveçë, situata e brendshme politike, do thotë, jashtë diskriminimit shtetëror, i cili nuk po ndërpritet e përkundrazi në mënyrë të heshtur, po thellohet çdo ditë më tepër, është që mungesa e dëshirës të subjekteve politike për të modernizuar dhe për të hapur. Dhe mungesa e dëshirës për të përparuar, për të zhvilluar Preshevën, Bujanosën dhe Medveçë. Unë po ja vesh një rast, nëse e ndërlidhi me mu personalisht. Po. Mund kaftu një politikan në Preshevë, këtu një kryetar partije, njërin nga ta, se kam pas biseda po thuj se me secilin, edhe kur bisedu me të, ai më lë një farë përshtypje që je i mirë se ardhëm partitë na, mund të dera. por jo të dera, se ti kur thush të dera do thotë të jale atij personi që ai ka ambicje. Po disi as nuk ta shpjegon të se çish e parashat procesin që e thati më herët të antarësimit. Po, as nuk krijon të hapësira. Sikur dëshiron të më shumë ta heqë unë një themi kështu një farë obligimi, që të hate kam bisedu me këtë njeri, edhe ta linte përshtypjen sikur e aty në ndek, në atë zonën ku jeton ti, edhe të ja prej aty mu antarësu, edhe me fillu do thot kadar gradualisht, sepse kështu e do procesi, po në politik hyet në dy mënyra. Po. Do me thonë, ne në vendosje, për shembull të lista kandidatëve, 1/4
e kandidatëve për deputet i propozon kryetari i partisë. Do me thonë, këtë rast, zoti Albin Kurti, propozon 1/4 të kandidatëve për deputet. Ata si cili veç mas pastaj, votohen me kutia me votat fsheta për antarëve të kuvendit. Por, do me thonë, është një farë mundësi si gjysëm kuptimi. Pra, se kryetarja ka një autoritet, edhe kryesia për me propozu një person. Pastaj, normal është procesi zgjedhor, por ai pak a shumë i ofrohet një hapësirë. Për shembull, Mjanos dhe Medvegjë, partitë politike janë mbyllur qëllimisht. Pse i konvenon ashtu, po. Po unë mendoj që këta janë duke u sjellur në mënyrë që këtyve i parapëlqejnë mos më zhvillu Presheva, Bujanoci dhe Medvegjja, veç ata me qenë, do me thonë, në sipërfaqe. Po çdo çmim vetë. Unë jam bindur me këtë dhe me procesin paraprak shumë pat inicu me qeverinë në Shqipëri. Po. Nëse e meni këta kanë sabotu kretë procesi që ka qenë me qeverinë e Shqipërisë për të filluar një proces me koordinator, ku do të fillohet punohet vazhdimisht qeveria e Shqipërisë, e kanë sabotu qëllimisht. A dini pse? Unë mendoj që këta janë momentalisht që është u vepruar Presheva, Bujanoz dhe Medvegjë, udhëhecit politik kryesor, që e kanë një pushtet simbolik që është shumë i mangët, por që atër ata i vetë knaq, se ata mendojnë që kanë pushtet, janë të mbyll rrugë dhe të bloku çdo gjë, veç për me mbijetu ata politikisht. Me atë filozofinë më mirë i pari nga tunë se i mramin shërë, të foli pak popullorë. Këtaj më mirë para pëlqejnë, Presheva më konë kështu që është, ata mi pas punë të mirë personalisht, do me thonë, pavarësisht ata në fat gjatë, ata fëmijët e vetë kanë mi pas punë të mirë, po ata i hekin fëmija për këtu, si majnë. Edhe se sa për shembull me zhvillu politikisht partitë politike edhe politikën lokale në Preshevë, Bujanoz. Ti e ki një lëvizjeve të vendosit, që është nivel të Kosovës, që ka me 10.000 me 100.000 vota, që ka të qendra në deg në krejt Kosovë. është e gatshme me thirr njerëz me thonë, hajde se puna dush, apo na paramendojmë se ti dush me qenë pjesë e jonja, ai nivel këtu, nivel lokalitetit vogël, nivel të komunave, që është lokalitet shumë i vogël, këta nuk janë ndjenje me ftu njerëz, jo mua. Se në fundit unë nuk kom pas kaq ambicie, unë përsëri unë mendoj që politika në Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë, sikur në Kosovë, po këtu edhe më shumë duhet me ndryshu urgjentisht. Duhet me ndryshu urgjentisht kjo politikë këtu, sepse na jemi të degradu çdo ditë më tepër. Edhe këtë një përgjegjësi të madhe e kanë politikanë vendor, që ata janë ndjenje. Herë me ndej në koalicion me partitë e sërve, veç për me qenë kryetar, apo me pas pushtet, herë me toleru vjedhje votash, apo kupton, veç për me marrë pushtet, apo herë për shembull me abuzu vazhdimisht me shkolla, me qendra shëndetësore, me shkatru çdo institucion lugim për Preshevës, veç për me qenë vetë mirë apo familjarët e tyre. Dhe kjo është degradim shoqëror, degradim politik, i cili duhet të ndryshojë urgjentisht. Jo për mua personalisht, se na secili për neve personalisht e gjejmë një zgjidhje, por është domethënë interes politik, edhe realisht është interes kombëtar që të shpëtohet ky vend nga qeverisit e keqa, nga kjo politikë e cila vërtet është politikë e vjetër. Edhe por atë po them që arsyeja kryesore se unë pse kam një lëvizje në vendosi, dhe jam parti qera në Kosovë që mashtrua më herët pyetjen, është se nëse ka një strukturë politike që asocion me politikën e re, domethënë edhe një shkëputje radikale me mënyrat e politikë bërjes tradicionale në këto hapësirë, është lëvizjeve të vendosi, gjithë këto tjerët është shablon i vjetër politik, është shkollë e vjetër politike. Tash veç është përtri me korrupsion edhe krim të organizuar. Se mentaliteti politik është i vjetër, është shkolla e viteve të 80-ta, viteve 70-ta, apo është analfabetizëm politik. Ja i ki ata që janë me shkollën e vjetër politike, ja i ki ata të padishmet politik që e kanë mishruar me biznesin, me interesin financiar politikën, këto dy kategori janë ato të cilët ta përkufizojnë. Këta janë me një anë është lëvizjeve të vendosjes, mendoj. Mendoni është momenti se
edhe Preshevësi duhet një vetëvendosje, ashtu ju thot pak më herët. Jo, ne mendoj se Preshevësi duhet fryma lëvizjes vetëvendosje, por Preshevësi duhet ndryshimi. Preshevës, Bjanosi dhe Medvegjësi duhet ndryshimi politik. Ndryshimi politik duhet vjen, domethënë, edhe në raport veprimit politik, raport me shtetin, sigurisht, me Beogradin, po se shpoj shihni kjo qeveri ka ardhur kur gjos, ka prej se ka ardhur në pushtet. Unë nuk di që ka ndonjë ndërmarrje serioze për Preshevë, Bjanosi dhe Medvegjë. Po. Në anën tjetër edhe në politikën shqiptare, këtu ndryshimi është urgjent. Po. Nëse s'ka ndryshim urgjent, gjendja ka me qenë çish është sot. Edhe ka me vazhdu të u thellu se nuk ndryshojnë sendet vetvetiu, duhet me ndryshu na. Edhe në Kosovë, e ki, e thash unë edhe më herët, është opsioni, ose vazhdojmë me këtë trend siç ka qenë deri tash, dhe sigurisht se ka njerëz që i pëlqen ky trend, se nuk i votojnë këto parti që kanë qenë në pushtet, se si jemi veç na, është pluralizëm politik, ose ka njerëz që janë pak kënaqur edhe që realisht dojnë me ndryshu gjërat, ama për me ndryshu gjërat nuk mendoj që ndryshojnë me personat të cilët i kemi pa që janë dëshmuese që është qeverisme. Se rotacioni politik nuk është rotacion figurash. Edhe ne, në cilët vendosje ne kishme mundur moti me që janë pushtet. Edhe pa i fitu zgjedhjet, me bo koalicione, me pranu, do me thonë kompromise me parti qera, ama atëherë ti vepron veç për me qenë në pozit, për me thonë dikush ministër apo që jenë pushtet. Ne kemi nevoj për ndryshime politike radikale, nësë kemi nevoj për me qenë pushtet veç për me qenë. Kjo është sot Preshevë. Sot kemi Preshevë njerë që bojnë politikë veç për të qenë politik dhe veç për të marrë nga politika edhe jo për të dhënë prej politikës, që ty është dallimi. Zoti Gamberi, u ofruam edhe minutët e fundit të emisioni, sigurisht gjatë këtij emisioni munduam sa do pak të informojmë qytetarët lidhe me se shkurja juaj disi ishte pak edhe e papritur, edhe aktivistët që të kanë mbështet edhe gjitha. Megjithatë ne u munduam të sqarojmë shumë sende ku është edhe fushata tash është zyrtarizuar, sigurisht është një numër i madh i shqiptarëve të Luginës Preshevës që jetojnë edhe veprojnë edhe kanë të drejt vote, sigurisht keni mundësinë edhe të mesazhin e fundit drejtuar qytetarëve të komunës Preshevës. Unë mendoj që para se të kthejmë zgjedhjeve në Kosovë, ta ndërlidhe që mendoj që ndryshimi është shumë i rëndësishëm edhe në Kosovë, edhe në Preshevë, Bjanosi dhe Medvegjë. Në ndryshim ka ndodhur në Tiranë, i cili sigurisht se nuk i ka sjellur pritjet që i kishim në përgjithësi, po në veçantë dhe Presheva, Bjanosi dhe Medvegjë, po ka sjellur disa elemente pak më pozitive që më duket të gjithë me pranojnë sot. Sigurisht. Se edhe ato pak ndërmarrjet politike, veprimet politike që ka ndërmarrë qeveria e drejtanishme, mund të thuhet që është një hap përpara, sidomos sigurisht jo i mjaftueshëm. Është një alarm pozitiv. Po, edhe unë mendoj që ky trend pozitiv duhet vazhdojë në Kosovë, me rrëzimin e qeverisë Thaçi, edhe pastaj unë shpresoj se Presheva, Bjanosi dhe Medvegjë do të gjejë forcë për të ndryshuar mentalitetin politik, veprimin politik dhe për të ndryshuar mënyrën e politikbërjes në përgjithësi. Dhe kjo sigurisht se nuk varet, edhe shpresoj edhe sigurisht se nuk varet nga një person. Pra unë mendoj që Presheva, Bjanosi dhe Medvegjë ka potenciale, edhe sigurisht edhe shumë më të mira se une për t'i bërë ato ndryshime. Edhe do ta kenë mbështetjen temje personale, unë jam shumë i bindur se ndryshimet janë shumë domosdoshme edhe në Preshevë, Bjanosi dhe Medvegjë. Zoti Gamberi, edhe njëherë ju faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e këtij emisioni, sadopak për të informuar qytetarët e Luginës Preshevës. Ju faleminderit për jush, edhe do thotë për shfrytëzoj rastin që me 8 qershor gjithë qytetarët e Preshevës, Bjanosit dhe Medvegjës që kanë drejt vote Kosovë që të përcaktohen për ndryshime, domethënë të qeverisë, për ndryshime politike në Kosovë, dhe unë jam i bindur se i vetmi ndryshim është numri 35. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq kishim kohë të bisedojmë me anëtarin e kryesisë të vetëvendosjes Brezin Gamberi deri në emisionin e radhës Natën e Mirë dhe Mirëmbëçi.